Në sy më sy, kryeministri Rama e nisi komunikimin me ndjekësit në rrjetet sociale duke kërkuar falje dhe sqaroi termin e përdorur prej tij, autik politik. Sipas tij, autizmi politik është një term i përdorur në literaturën politike dhe akademike, por Rama është i vetëdijshëm se mund të jetë keq kuptuar edhe të ketë lënduar prindër të fëmijëve autik. Gjithashtu, kryeministri theksoi se nuk njeh asnjë politikan tjetër që të ketë kërkuar ndjesë. Gjuha e përdorur në këtë fushat nga kryeministri Edi Rama ka shkaktuar reagime të shumta në shoqërinë shqiptare. Pas kam thënë e pas kam bërë gjëra që askush nuk i bën. Po cilat janë këto? Çfarë kam thënë unë faktikisht? Unë akoma sot nuk e kuptoj se në cilën nga gjërat që unë kam thënë kam bërë gjësendi tjetër përveç se kam komunikuar hapur me publikun. Ka një gjë, ka vetëm një gjë për cilën kam kërkuar ndjesë dhe edhe aty ka qenë një gabim krejt pa dashje, por ama gabim për cilën kam kërkuar ndjesë kur kam folur për autizmin politik. Autizmin politik për gjithë ata që janë të interesuar dhe mund ta kërkojnë, është një term i përdorur në literaturën politike dhe akademike, nuk është diçka e krijuar për të thyer apo për të lënduar askënd, mirë po, dhe me shumë të drejtë, dhe këtë u desh të gaboja që ta mësoja, prej disa kohësh konsiderohet i papërshtatshëm. Dhe diku kishte mbetur në mendjen time, e doli padashje, krejt padashje, duke folur. Dhe patjetër që i gjendur në kushtet kur ndjeva se mund të kem lënduar prindër të fëmijëve autik, kërkova ndjesë shumë sinqerisht. Dhe patjetër që mund ta pretendoj këtë gjë, nuk është hera e parë që unë gaboj. Kam bërë edhe në ndonjë rast tjetër atë që duhet bëj dikush që gabon, kam kërkuar ndjesë. Tani ma gjeni dot një tjetër udhëheqës politik shqiptar që ka kërkuar në ndjesë? Unë nuk e kam parasysh ndonjërin edhe nuk di që ndonjëri të kërkuar ndjesë. Ndërkohë që kur vjen puna tek gjuha, si shpjegohet që këta njerëz të cilët çdo natë, çfarë nuk thonë? Çdo natë flasin me një gjuhë ekstreme.